Patjetër. Përshëndetje të gjithëve, mirëmëngjes, shumë kënaqësi t'ju shohim gjithë këtu bashkë. Patëm dhe pak kohë për t'u takuar dhe për të diskutuar dhe madje po flisja dhe me kolegët e mi, me Andisin, me Petritin dhe patjetër me kryetar Josifin, që fryma në Divjak dhe në Lushnjë, edhe kur kemi problematika apo dëme nga përmbytjet është komplet ndryshe. Njerëzit janë të mirë kuptueshëm. Unë më është dashur për shkak të punës time si drejtuese politike këtij qarkut që të hyj në serat tuaja, të njoh detaje të cilat janë të lidhura direkt me tokën, të marr mësime nga më të mirët këtu, së bashku me zëvendësministrin, me Dimokotën që kemi shkelur kudo, dhe madje të kuptoj që edhe tokat tuaja ranore e përballojnë më mirë përmbytjen, sepse e kanë filtrimin më të shpejtë. Por çka është më e rëndësishmja është që të mirë kuptohemi, të mbështesim njëri tjetrin në punën tonë, dhe ju duhet jeni të gjithë qartë që qeveria shqiptare është e angazhuar maksimalisht për mbështetjen e fermerëve dhe të blegtorëve, dhe mjafton që të referohemi shifrave nga viti në vit për të kuptuar se si ka ndryshuar kjo mbështetje dhe se si skemat e mbështetjes sot arrin të asimilohen shumë më mirë nga fermerët. Tek shikoja vitin 2025 janë disponuar një shumë e rëndësishme mbi 600 milion lek të vënë në dispozicion të skemave, të cilat janë ezauruar në 95% të tyre, gjë që tregon që tashmë edhe skemat janë më të kuptueshme, edhe aplikuesit dinë që ta kryejnë procesin më mirë, por ajo që ka është më rëndësishme është që duhet thënë që buxheti i vitit 2026 është buxheti më i madh historik i vendosur në dispozicion nga qeveria shqiptare për bujqësinë, blegtorinë edhe peshkimin. Unë do ndaloja këtu për të lënë fjalën kolegëve të mi dhe padyshim edhe kryetarit të bashkisë, pasi sot ne kemi ardhur për t'u dëgjuar dhe ky është një dialog të cilin ne e kemi në bazën e qeverisjes tonë, pasi asgjë nuk bëhet dot siç duhet në rast se nuk e dëgjojmë njëri tjetrin. Shumë faleminderit. Mirëdita të gjithëve, i nderuar kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministre, i nderuar ministri i financave, i nderuar ministri i bujqësisë, i nderuar drejtoresha e AZPR-s, të dashura fermere, të nderuar fermerë mëzëqarë. Kënaqësi e veçantë për mua që të jem pjesë e këtij takimi të radhës, të dëgjesës që Ministria e Bujqësisë, që Shteti Shqiptar organizon me ne, me fermerët, në lidhje me skemat mbështetëse. Por këtë takim bëhet edhe më i veçantë, sepse takimeve të shumta që Ministri i Bujqësisë ka kaluar në të tërë vendin, sot i është bashkuar e gjithë qeveria bashkë me kryeministrin. Kështu që këtë gjithë na tregon edhe një herë vëmendjen e veçantë që qeveria ka për ne, për bujqit, për bujqësinë, por të vërtetën përfitoj nga rasti edhe për këtë trevë të jashtëzakonshme bujqësore. Do të ngeli pak hatri Dimos, po më falë Dimos, kemi që bëjmë. Tani këtu ne i më rodhëm gjithë. Qeveria e tërë me ne për këto problemet tona të përditshme. Faleminderit. I nderuar kryeministër, me vizionin tënd, me largpamësinë tënde, ti e ktheve këtë vendin ton që Zoti në të vërtetë e ka ndërtuar kaq bukur, po që para disa vjetësh quhej si botë e tretë në vendin më të fantastik turistik. Është një nga arritjet më të mëdha, është një krenari e madhe kombëtare për gjithë ne. Por numrat, shifrat e jashtëzakonshme janë marramendse. Po për ne bujqit 10 milion, 12 milion turist. Po për ne bujqit kjo është edhe pak dridhëruese. Sepse le të imagjinojmë për një moment 12 milion turist do të drekojnë me një kuzhinë shqiptare, me produktet tona. Dhe ne dhe shefat e kuzhinave me njëherë me në lëvizje. 12 milion domate,
12 milion kastraveca, 12 milion speca, po shumë lule lakra, po shumë karrota, po shumë e ku diun lule shtrydhe, mish, gjalp, vaj ulliri, ullinj, vera, mandarina, thot Dimo, mos më harro. Me këtë desha të thoja që këto dy kolona të ekonomisë shqiptare janë kaq shumë të lidhura njëra me tjetrën. Dhe mendoj që bujqësia tashmë nuk është thjesht një vetë punësim, nuk është thjesht më një mbjetesë në fshat, por është një degë e rëndësishme. Ne ushqejmë popullsinë, ne eksportojmë, ndikojmë ndjeshëm në balancin ekonomik, eksport, import të qeveria shqiptare dhe jemi një pjesë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik të vendit. E gjithë kjo që desha toja është një krenari dhe vëmendje veçantë që ne të gjithë na kushtohet. Dhe bashkërisht sot qeveria shqiptare me skemat që po lançon është një vlerë e shtuar për ne të bashku dhe në këtë moment të rëndësishëm historik kur hapja e negociatave dhe kryesisht hapja edhe e bujqësisë në Bashkimin Evropian e bën edhe më të rëndësishëm këtë takim të sotim. Bashkia Divjak do jetë në vëmendjen e duhur, në mirëkuptim me qeverinë dhe me ju bashk për të ecur ndërtimin e duhur dhe për të ecur përpara në bujqësinë tonë moderne. Mirë se ardhët në qytetin e lashtë të Arnisës, të fisit i lirë të Aulandëve. Uroj një ndëgjes të këndshme për gjithë ne frutëzënëse dhe bashkëpunuese. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Është një kënaqësi që jemi gjithë së bashku sot për të diskutuar për një sektor i cili është një sektor që nga ana e qeverisë konsiderohet si një sektor prioritar jo vetëm për numrin e njerëzve që punëson, por edhe për kontributin që ka në ekonominë shqiptare. Tani duke qenë se unë mbuloj financat, do flasin çik për rëndësinë që ka sektori bujqësisë për ne në terma të shifrave, sepse shifrat, sido që t'i lëvizin, janë kokëforta dhe tregojnë realitetin dhe seriozitetin që ka kjo qeveri në lidhje me sektorin e bujqësisë. Po, pa diskutim, do dalim edhe këtë diskutimi. Tani, po e filloj në vitin 2013. Në vitin 2013 kemi marrë, kur morëm drejtimin e këtij vendi, kemi marrë një bujqësi me një buxhet 34 milion euro. E kemi mbyllur vitin 2025 me një buxhet 162 milion euro, 5 fishi i asaj që morëm. Kemi marrë një bujqësi e cila i kishte eksporte rreth 120 milion euro, e cila do flasim zotëri, e cila sot në terma eksporti është mbi 500 milion euro. Kemi marrë një bujqësi që kishte në sipërfaqe serash 700 hektar. Sot janë trefishuar sipërfaqet e serave mbi 2100 hektar. Kemi marrë një bujqësi ku toka e ujitur ishte rreth 120.000 hektar. Dhe në këtë vit do të shkojmë rreth 300.000 hektar nga 360.000 hektar që është totali i sipërfaqes tokës e ujitur në territorin shqiptar. Në këtë mandat, qeveria është e angazhuar që të ndërtoj një model i cili synon të mbështesi drejt për drejt fermerët. Është një model i cili është i ngritur në 4 komponent kryesor. Është skema e granteve, ku për vitin 2026 kemi parashikuar minimalisht 20 milion euro. Është skema e subvencioneve direkte për fermerët, e cila është 31 milion euro e buxhetuar për vitin 2026. Kemi parashikuar dhe kemi të hapur garancinë sovrane që ju mundson gjithë fermerëve kredi të buta me normë interesi 2% dhe me garanci nga shteti garantohet me rreth 70% vlera e kredisë. Janë 30 milion euro për vitin 2026. Dhe ajo që është më e rëndësishme, e katërta, është kompensimi i TVSH-s për gjithë fermerët, për çdo produkt
që keni filluar të qisni nga data 1 janar 2026 e në vazhdim do duhet të mblidhni faturat për produktet që çoni tek grumbulluesit dhe 2 herë në vit me 30 qershor dhe me datën 1 janar do të çoni faturat pranë autoriteteve tatimore dhe do të kompensoheni me 10% të vlerës së faturave. Nga ana tjetër, jemi besim plot dhe shpresë plot që në shtator do të hapet dhe i partreshi që janë dhe 118 milion euro të tjera për sektorin e bujqësisë. Tani unë nuk po e zjas më te, unë pa diskutim nëse janë të mjaftueshme apo jo, patjetër mund të themi që nuk janë të mjaftueshme sepse bujqësia ka nevojë për më shumë, po besoj që jemi në rrugën e dur për ta çuar bujqësinë në një nivel tjetër dhe për ta pasur konkurruese në tregjet europiane. Ju faleminderit. Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në takim me porositë kryeministrit për dëgjesat publike në të gjithë Shqipërinë, me të cilët fermerët kemi dëgjuar diku tek 18 takime dhe kemi 23 takime gjithsej për të dëgjuar për atë çfarë ne jemi sot këtu, të cilët duhet që të gjithë bashku të propozojmë ide të reja, por edhe atë çfarë ne duhet ndryshojmë dhe të fusim në skemën tonë kombëtare, ku rreth 52 milion euro janë grante drejt për drejta për të gjithë skemën kombëtare, por edhe atë çfarë Petriti tha në 10% e faturës tuaj që do të depozitoni pranë tatimeve në mënyrë që ne t'ju mbështesim në këtë sektor kaq të rëndësishëm. Kemi nisë një tur takimesh, kemi marrë disa sugjerime nga të gjithë fermerët në disa nga qarqet e Shqipërisë dhe janë shumë të domosdoshme dhe të dobishme që ne ta rishikojmë dhe njëherë pjesën e mbështetjes dhe mënyrës se si do të jemi ndaj aplikantëve siç jeni ju, për të ulur numrin e krerëve për bakti, ku duhet përfitojnë sa më shumë, ku kemi marrë sugjerime ndaj bletarisë, por edhe kërkesave ndaj certifikatave të pronësisë, por e kontratave të tokave me qera, të cilët kanë qenë disa nga problematikat dhe sugjerimet e fermerëve në disa zona të caktuara. Jemi duke rishikuar, kemi bërë një plan bashkë me stafin e AZHBR-s dhe Ministrisë Bujqësisë dhe do të shikojmë të gjithë ato çfarë ju sugjeroni që ne të rishikojmë edhe një herë për t'i përafruar, qoftë nga skema e naftës të cilët ne kemi pas probleme të shtuara ndaj atyre fermerëve të cilët na e kanë propozuar që të rishikojmë edhe një herë këtë problem. Duhet që ne të jemi sinkron me njëri tjetrin, të mbështesim edhe ndaj i partit, cilit ne shumë shpejt do të jemi mbështetje ndaj gjithë sektorit bujqësor, ku do të ndërtohen akoma dhoma frigoriferike, akoma mbështetje ndaj fermerëve në gjitha fushat siç janë agroturizmet, por edhe bimët medicinale, që është shumë e rëndësishme në disa vende të Shqipërisë, por ne do të jemi në një zë ku, siç ka thënë dhe kryeministri, duhet të jesh në terren bashkë me fermerët dhe ne e kemi nisë të punë, nuk do ta ndalojmë, ku ju do të jeni zëri dhe mbështetja për çdo punë që ne do të krijojmë së bashku. Prandaj duhet që ne të sugjerojmë atë çfarë duhet të ndryshojmë dhe të kemi ne mbështetje ndaj ju. Shumë faleminderit dhe kaloj fjalën kryeministrit. Mirë, përshëndetje dhe faleminderit shumë për këtë takim. Më vjen shumë mirë që na jep mundësia të rishikojmë njëri tjetrin këtu në këtë zonë mbas një periudhe, besoj që nga zgjedhjet, po. Po pra, që nga zgjedhjet, kështu që më vjen shumë mirë që jam këtu përsëri, si pjesë e këtij cikli dëgjesash që ka organizuar Ministria e Bujqësisë, Ministri i Bujqësisë bas me skuadrën e vet, për të kolauduar gjithë planin e mbështetjes për
këtë vit, Ministri i Financave foli me shifrat konkrete që janë, besoj unë, domethënëse, por unë dua të fokusohem në një aspekt tjetër që ka të bëjë me mundësitë e pashfrytzuara, pasi ne i mësuar që t'i referohemi buxhetit shtetit, por buxheti shtetit tani më është vetëm njëri nga komponentët e zinxhirit të financimeve të bujqësisë. Dhe natyrisht që buxheti i shtetit është më i thjeshti, sepse përcaktohet nga qeveria, meratohet nga parlamenti, edhe vjen tek bujku apo tek fermerët me një kanal të drejt për drejt që është aplikimi përkatës. Ndërkohë që komponentët e tjerë janë pak më të vështirë në thonjza, por janë komponentë që do të bëhen gjithmonë më të pranishëm dhe që duhet të gjithë të përpiqen të mësojnë dhe të aftësohen për t'i shfrytzuar. Unë mund t'ju them me plot gojen që sot në vendin tonë çështja e financimit të projekteve që secili ka dhe të punëve që secili do të bëjë nuk është problem në aspektin financiar, në aspektin e parave, sepse parat janë. Por ajo që është problem është mungesa e informacionit dhe mungesa e përgatitjes për t'i thithur ato para. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për atë që lidhet me Bashkimin Evropian. Ne do kemi gjithmonë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Por fonde nga Bashkimi Evropian lidhen drejt për drejt me sa të aftë jemi ne që t'i thithim. Sa të aftë dhe të përgatitur janë sektorët që t'i thithin. Sa i aftë dhe i përgatitur është një sipërmarrës që t'i thithi. Dhe për këtë duen disa gjëra jo shumë të ngatruara, por disa gjëra që nuk mund shmangen, që lidhen me një dosje e cila duhet të ketë brenda një projekt dhe argumentat që ky projekt vlen dhe ky projekt duhet financuar. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës së Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti. Dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2 kur shkohet jashtë sa garancia. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë? Jo. Se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Në këtë aspekt ka një mangësi që ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkit
duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit për të adresuar këto financime. Nuk duhet ketë asnjë problem. Nuk duhet ketë asnjë problem në rast se duhet një komponent agropërpunimi në një zonë bujqësore. Për financimin. Në rast se duhet një komponent tjetër grumbullimi, s'duhet ketë asnjë problem për financimin. Në rast se duhet një stall tjetër, në rast se duhet një mekanik tjetër, në rast se duhet një logjistik tjetër, s'duhet ketë asnjë problem. Pse? Sepse bashkit dhe ju mund të krijoni nukle, struktura të përbashkëta, kompani të përbashkëta për të marrë këto financime. Janë aty financimet. Presin. Është shumë e thjeshtë të flasësh nga vendi e thuash prit njerëz se duhet na mbroni. Çfarë do të thonë kjo? Çfarë do të thonë kjo? Unë besoj që shteti ka detyrë të qëndrojë pranë fshatit dhe këtij sektori dhe fermerëve dhe bujqëve më shumë se të tjerëve, për të njëjtët arsye që shteti qëndron pranë edhe në të gjitha vendet e tjera, sepse është një sektor që ka atë brishësinë e vet. Dhe është një sektor që për të funksionuar si duhet të mbështetet. Patjetër nuk diskutohet, nuk e mohon njeri, nuk e diskuton njeri. Por nga ana tjetër, për të rritur dhe për të forcuar dhe për të bërë më të mëdhej, ju duhet mendoni si të mëdhej. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këtu ka shembuj se nuk kemi më 10 vjet përpara që flistim edhe duke i sikur flistim në erë. Sot këtu në këtë territor ka shembuj konkret suksesi. Ka ndërmarrje bujqësore të suksesshme që mjafton ti shohësh se si funksionojnë për të kuptuar se çfarë do të bërë. Nuk funksionon qëndrimi vetëm, nuk funksionon. Po ti jesh vetëm dhe të qëndrosh atje me atë ngastrën tënde dhe të luftosh atje me veten, mund të shkosh deri në pikën që të mbjetosh, por nuk shkon dot në pikën që të krijosh fitim dhe të rritesh. Po të bashkohesh me tjetrin në krah, dhe me tjetrin atje, atëherë ndryshon puna. Dhe këtu nuk flasim fare për bashkimin si dikur, flasim për bashkimin në interes, që do thot prodhimi se cili e bën vet. Por ama ka një koordinim me tjerët se çfarë do prodhojmë, si do prodhojmë, në mënyrë që kur të shesim të jemi bashkë dhe të kemi volum të madh dhe të bëjmë sukses. Dhe atë volum e madh të mund ta grumbullojmë, ta konservojmë për kohën kur duhet ta nxjerrim treg, ta përpunojmë, mos çojmë më vetëm gjithë këto produktet freskëta, ti marrim siç janë nga fusha, ti çojmë në Europë. Por një pjesë të tyre ta përpunojmë këtu, të prodhojmë, të nxjerrim në produkte këtu, të krijojmë vlerë të shtuar këtu. Për tregun vendas, edhe për tregun e huaj. Siç ndodh me vajin e ullirit, duhet ndodhi edhe me të tjerat. Dhe këtu natyrisht që duhen financime dhe financimet janë. Nuk kemi arritur në pikën që themi o se u ndërtuan shumë pika agropërpunimi, po prodhohet po mbi prodhohet salcë, domatesh shqiptare dhe s'kemi më mundësi që të financojmë fabrikat tjera. Nuk kemi arritur të pikë. Kemi një numër qesharak fabrikash që përpunojnë prodhimet tona bujqësore. Kjo është e papranueshme. Dhe në rast se ata që kanë ambicie për të rritur
ekonomikisht më shumë duan të rriten me shpejtësi, duhet të agropërpunojnë. Shumë e thjeshtë. Jo thjesht të prodhojnë atje dhe të jenë në mëshirën rashiu, srashiu, erdhi breshri, serdi breshri, erdhi uji, serdi uji. Historia e planetit ka ndryshuar. Po shikoj atje çfarë ka bërë uji në jugun e Italisë, ishte të mërshme. Rënë rrugët, qarë kodrat dhe një qytet i tërë atje tani janë mbledhur dhe s'din çfarë i bëjnë se po bie. Kjo është historia e ndryshimeve klimatike etj. Dhe ne nuk bëjmë përjashtim nga kjo. Pavarësisht se ne jemi tipa të çuditshëm, kur e shohim përmbytjen në Itali, e shohim në Greqi, e shohim në Malzi, e shohim në Maqedoni, kudo na duket diçka që e sjell natyra. Kur e shohim këtu na duket diçka që e sjell qeveria. Por nga ana tjetër nuk ja dalim dot me sukses edhe hapjes me Bashkimin Evropian. Hapja me Bashkimin Evropian kërkon që sot fillojmë përgatitjet për të kuptuar se çfarë ndodh nesër. Dhe ajo që ndodh nesër është kjo. Në rast se nuk plotësohen kriteret e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, ndalon shitja këtu. Pra nuk shetet as këtu. Jo më të shkosh atje. Sepse je pjesë e tregut Bashkimit Evropian. Natyrisht që kjo vjen mbas një periudhe 15 vjeçare, sepse në rast se ne do na duan edhe 5 vjet që përfundimisht jemi brenda në Bashkimin Evropian, në rast se çdo gjë shkon mirë, në 2030-ën, në 2040-ën fillon kjo, po 15 vjet kalojnë shumë shpejt, më pyesni mua. Edhe Dimon. Sa shpejt kalojnë 15 vjet? Ja këtu jemi. Kështu që mua më vjen mirë dhe nuk e diskutoj fare që edhe nga këto digjesa, çfarë kemi ne në dorë, si qeveri, në pikpamje të buxhetit, të mbështetjes, etj, edhe për sa i përket infrastrukturës që ka të bëjë me ujitjen, që ka të bëjë me kullimin, sidomos, që ka të bëjë me mbrojtjen, ne do ta bëjmë. Dhe do vazhdojmë ta bëjmë duke i rritur financimet. Por për të bërë kapërcim dhe për të bërë shumë më tepër të suksesshëm në gjithë këtë territor dhe në Shqipëri, dhe për ta pasur suksesin shumë më të shpërndar se sa vetëm në një numër të caktuar kompanish, duhet që secili të informohet dhe të bëj gati atë që duhet për të marrë më shumë financim. Dhe më shumë financim nuk vjen nga buxheti. Më shumë financim vjen nga instrumentet e tjera. Vjen nga linja e kredisë e Bankës së Shqipërisë, Enkas për ju është ajo linja atje, vjen nga Banka e Zhvillimit që ne tani sapo e kemi krijuar, vjen nga Agrokrediti, vjen nga fondet e Bashkimit Evropian, të gjitha këto të tjerat duan projekt. Pa projekt, thuaj sa të duash, jo na mbroni, jo kemi nevojë, po tregove atje projektin dhe po si the urdhë, ky është projekti, këtë duhet bëj unë, kaq më duhet dhe kështu unë do nxjerr fitim dhe në fund fare dhe këtë interesin e vogël kështu do ta paguaj, s'merr dot lekën. Dhe ana tjetër është me bashkim. Bashkë me bashkit duhet që të gjithë ata që kanë interes, një grup ka interes të bëj një përpunim nuk e di, domateve, një grup tjetër do të bëj përpunim të frutave, të krijojmë ndërmarrjet e përpunimit, ku bashkit janë thjesht dhe vetëm garante të financimeve për të marrë këto fonde. Besoj që nuk është e vështirë në rast se fokusohemi te kjo. Duket e
pamundur në rast se presim që çfarë kemi nevojë na e sjelli llokum shteti nga buxheti. Kjo s'mund ndodhi. Dhe përsëris po të mos ishin historitë e suksesit që janë këtu, dhe po të mos kishim sot në Shqipëri një numër jo të vogël, po megjithatë jo të madh për çfarë ato që na duhet kompanisë që e bëjnë këtë gjë, që po i them unë, atëherë mund të thoshit çfarë po na tregon. Po janë konkrete rastet. Pjesa tjetër duhet mbështetur duke bashkëpunuar më shumë. I kam thënë ministrit që ngritja e ndërmarrjeve të vogla dhe pastaj koha do t'i bëjë edhe të mëdha të agropërpunimit është një domosdoshmëri. Është strategjike dhe duhet bërë tani për të krijuar vlerë të shtuar. Për të mos pasur asnjë problem me shitjen e prodhimit, jo ushit, jo sushit, jo e morën, jo se morën, jo lirë, jo shtrenjtë. Për të qenë zot të çmimit në çdo kohë dhe për të imponuar tregun në çdo situatë, duke pas edhe prodhimin e freskët, edhe frigoriferin për ta ruajtur për ditën kur bëhet më i shtrenjtë, edhe fabrikën për ta përpunuar në mënyrë që asnjë gram me atij prodhimi të mos shkoj jo dëm, por të mos shkoj pa marrë ti të gjitha të vlerë që të duhet ose që ti gjykon se meriton për atë mundim që ka bërë. Këto kisha unë. Tani, duke ju kërkuar ndjes që nuk do qëndroj dot, erdha vetëm për t'ju respektuar, sepse kemi një takim tjetër me një përfaqësi që vin nga jashtë, s'mund t'i shtynim. Besoj që do keni një takim të frytshëm, sepse ministri do qëndroj, ministri financave do qëndroj, që është edhe deputeti juaj, arditën e keni këtu, Josifi s'ka ku shkon, edhe po doj tike, nuk e lini u tike, kështu që dakord, do t'ju dëgjoj ministri edhe do t'ju dëgjoj ministrat. Edhe kam përshtypjen që ti nuk e kupton mirë se si na vinë në informacionet, kështu që mos fillo nga e kundërta. Ne për këtë punë jemi që të marrim informacionet edhe t'i kryqëzojmë informacionet edhe që ti vlerësojmë si duhet informacionet. Kështu që dëgjoj, unë e kuptoj shumë mirë. Unë e kuptoj shumë mirë, por unë e kuptoj shumë mirë, po. Nuk ka lidhje personale, as politikës të vetë. Unë po bëj politikë për veten time. Jo, unë jo, si unë s'po keq kuptohem fare. Unë po bëj politikë. Ti kujton se politika është fjalë e keqe. Politikë po bëjmë patjetër. Po. Me sa kuptoj nuk të vini informacion. Po nga e kupton ti këtë? Po. Nga e kupton ti këtë? Po çfarë? Po çfarë thash unë që s'ke drejti? Ti s'ke folur akoma? Shiko se unë e kam Punoj 8 deri në 10 hektar tokë. Herë për 20 hektar. Dhe jemi shtresa më pambrojtur. Po për çfarë? Për çfarë? Për çfarë? I tha ministri financave për mbledhë për fusha politike. Na mbrose po hyn mall nga jashtë. Kjo nuk ekziston. Jo. Të lutem, dëgjoj, të lutem. Të lutem, shiko, ti do e kuptoj, tani, shiko, unë kam një problem, dëgjoj, o miku im, unë kam një problem shumë të madh. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Kështu që me zor ti nuk imponohesh mbi të tjerët që ta marrësh fjalën se do ti, që të flasësh se do ti, jo. Edhe herë tjetër, jemi këtu ulu.
jemi këtu për ulu. Ua. Sepse ka radhë dhe ka edukat. Nuk merret fjala me zor. Dakor? Ka një rend edhe një herë tjetër, ka një rend fjalësh. Edhe një herë tjetër janë 500 veta këtu. Sikur të 500 vet, edhe një herë, sikur të 500 veta këtu të çoheshin në të njëjtën kohë dhe të imponoheshin siç do të imponohesh ti, këtu bëhej një lemeri. Kështu që edhe një herë tjetër, të lutem se po e tepron. Kur të vi radha për të folur, do flasësh, do të dëgjojnë, unë nuk rrit dot për arsyet që thash, jo se duhet hike mos dëgjoj ty, por ajo që the është komplet e pamundur dhe absurde, që ta dish. Nuk ekziston, një sekond, më dëgjoj mua tani, lëri informacionet. Nuk ekziston në një ekonomi të hapur mbyllja e kufive të produkteve se do ti. E kuptove? Edhe një herë tjetër që ta kuptosh, edhe përpara se sa të marrësh përsipër që të akuzosh pastaj se ky kështu, ky ashtu, mundohu të kuptosh një edhe çfarë thot tjetri. Çfarë të kanë thënë, se ta kanë thënë dhe më parë. Edhe një herë tjetër, nuk ekziston, e kemi ndarë këtë punë, që kur kemi dalë në 90-ën dhe kemi thënë liri demokraci, e kemi ndarë këtë muhabet. Në atë kohën tjetër, po, atje ishte ndryshe. Kufit, edhe një herë tjetër, mos më ndërprit, kështu si të temun. Sepse, edhe mos më përmend naftën fare, sepse ta tha ministri se sa vëm ne në dispozicion për të kompensuar prodhuesit për naftën. Dhe edhe aty ne duhet korrigjojmë veten, sepse një pjesë e atyre që marrin naftën si prodhues nuk e përdorin për prodhimin. Kështu që harohe mbylljen e kufive. Kufit nuk mbyllen. Dhe nuk ndodh kjo, nuk ekziston kjo. Këto janë gjëra që nuk bëhen në asnjë vend që është vend i hapur, demokratik dhe por më tepër në kushtet e Shqipërisë që është në rrugën për të antarësuar Bashkimin Evropian. Do të dish si bëhet me kufit e hapur, mëso nga më të mirët që janë këtu. Nuk kërkojnë të mbyllin kufit, përkundrazi. Kërkojnë mbështetje për tjera gjëra, po jo të mbyllin kufit. Mbyll kufit që të çesësh ti prodhimin, pastaj të hapim kufit që të vi prodhimi që ti mos konkurohesh. Nuk ekziston kjo. Më vjen shumë keq, miku im. Kështu që e lëm këtë, e lëri këto. Fokusohu tek pse dhe si e bëjnë suksesin bashkëfshatarët e tu që janë këtu, ose në përvendet në zona tjerë të Shqipërisë, që as nuk i kanë fare këto halle që ke ti, po që kërkojnë gjëra të tjera për të rritur. Po deshe të mbështetesh dhe të rritesh. Po deshe të hedhësh fajin të ky, të ai, hidhe, nëse kjo të bën të ndihesh më mirë, s'ka problem. Dakor? Edhe një herë tjetër, them që mos ta zgjasim të muhabet. Them unë, se është muhabet kot ky tani. Të mbyllim kufit ne, që të shesësh ti mallin. Kjo nuk ekziston. Fare. Edhe politikën, që kemi politikën? Pse e sjell muhabetin nga politika sa herë? Çfarë kemi në politikën? S'pëlqen politika ty, mua më pëlqen shumë. Okej. Ju falenderoj shumë edhe do vazhdoni diskutimin me ministrin. Atëherë, vazhdojmë